Mirë mërëma miq, përshëndetje ju që po më ndiqni live në këtë live stream. Sonte këtu ndodhem në Tiranë. Mendova të bëj një video për ju tek pazari i ri i Tiranës, i cili daton që nga viti 1931 dhe është pas prishjes së pazarit vjetër në 1959. Njihet si pazari i ri i Tiranës, i cili së fundmi ka pasur edhe një ndryshim rrënjësor në rekonstruksion. Këto pamje që do ju shfaq tani do të tregojnë gjithçka që ka ndryshuar nga ky pazar. Sipas meja aty janë bërë ndërhyrje të shumta dhe i kanë dhënë më tepër nivel këtij pazari. Pasi është bërë ky rekonstruksion, unë nuk kam qenë herë tjetër këtu fatikisht dhe është hera parë që unë po vi këtu. Bashkërisht do të shohim videon dhe shpresoj që këtu para pazarit ndodhet një dekor i vendosur ndoshta nga bashkia. Përshëndetje Bekim, përshëndetje Hari Prepe. Siç e thash edhe pak më parë, jemi në Tiranë. Tashmë afrohemi hyrjes tek pazari i ri i Tiranës. Shohim që kemi objekte të cilat janë rregulluar në fasadë të paktën, siç shohim nga jashtë. Fasada është shumë e bukur. Këtu kemi një hapësirë e cila ndodhet këtu. Mbase është për të lozur edhe fëmijët, një hapësirë, një shesh. Pazar të mbar. Kemi një pemë simbolike. Më pëlqen shumë pjesa e fasadës këtu. Objektet sipër kanë dhe çati. Janë të gjitha të rregulluara, ka një dekor shumë të veçantë, fatikisht ndërtesat. Justin Bieber nuk e di, nuk besoj. Herë tjetër sonte jo.
Darja sigurisht, e kam thënë dhe herë tjera, në periferi gjithmonë ka probleme. Jo në Tiranë apo në rrethet tjera të Shqipërisë, por në gjithë botën ka probleme. Gjithsesi, shpresoj që edhe periferitë të marrin zhvillim dhe të rregullohen. Përshëndetje panu, mi se erdhe. Ndërkohë po përshkruaj pjesën deri në fund, edhe po rikthehem sërish. Edhe në Divjak do shkojmë panu. Dal nga dalë do bëjmë të gjitha qytetet. Fillimisht qytetet e mëdha, më pas edhe qytetet e vogla, si Divjaka apo qytetet e tjera të Shqipërisë. Po. Jo, unë e bëra atë. Justin Bieber e ke videon aty në kanalin YouTube, e ke videon e Elbasanit. Kam bërë video aty në datë 31 dhjetor. Pra gati 4 ditë më parë ose 5 ditë sa I bie, ke edhe videon e Elbasanit. Si që shohim tashme ne jemi në një orar që tregu është drejt përfundimit, është orari I mbylljes tregut. Gjithsesi, po ju shfaq pamje nga vendodhja tregut. Unë do doja më tepër të ekspozoja pjesën e rrugës ku ndodhet tregu, sepse unë kam parë në internet që këtu kishte shumë ndryshim edhe vendosa që të vija sot për të bërë këtë video. Grënd, misa erdhe, mirë mbrëma. Për personat, për ndjekësit që sapo janë futur në kanal, në këtë live stream, ju them që ndodhem në Tiranë, tek pazari I ri I Tiranës.
Besoj se këto janë dega rrushi të thara. Diçka e lezetshme kjo. Është shpend. Ndoshta lejlek. Përshëndetje Angelo, mirë erdhe. Meqense isha në Tiranë për një punë time personale, mendova të kthehesha pak tek pazari i ri dhe shfrytëzova rastin për të bërë këtë video. Nuk e di si janë çmimet tona me çmimet në Europë. Karian, një mbrëma. Për shumë shikoj që këtu ka mall shumë cilësor, kualiteti është dhe pak fokus këtu. Duket që mallat janë mjaft cilësor dhe pasërtia është shumë e mirë e produkteve. Tu kemi palat e figut, të cilat në Elbasan i kemi shumë tradicionale për vere. Dërgojmë dhurata tek njëri tjetri.
Për parim luta, mund ta shkruash hyr tek kanalin im YouTube, edhe aty ke Elbasan Albania live stream. Mund të shkruash Elbasan Albania Albert Vaja. Video është bërë para 4 ditësh ose 5 ditësh, mos gaboj tani. Angelo e garantuar që kam, por nuk mund të them dot tani se kur, sepse kam një huq që po thash fjalën për ditën që do shkoj, jam i detyruar të shkoj sepse jam person që mbaj fjalën, kështu që ditën nuk ta saktësoj dot, kurse për të shkuar do të shkoj së shpejti. Në planet e mia shumë të afërta, besoj këto 2 ose 3 ditë, do të jem në Shkodër dhe në Vlorë. Por besoj në Shkodër. Në Shkodër do të jem nesër ose pas nesër, shpresoj. Nuk e kam saktuar 100%, por besoj do të jem këto 2 ditë. Do doja shumë të isha aty, më pëlqen shumë Shkodra. Uroj që të gjej dekoret e festave të akoma ku të shkoj. Tu kemi edhe disa artikuj, cilët do doja t'i ekspozoja. I shfaqja aty. Besoj këto të vogla duhet jenë më tepër për dekor, kurse këto të mëdhat besoj se mund të funksionojnë. Janë pajisje hershme të traditës shqiptare. Pra po ju shkoj disa nga produktet që gjenden këtu tek pazari i ri në Tiranë. Veli, mos gaboj, ke dash shkruar në Lushnje. Në Lushnje ke video që kam postuar para 2 ditësh. Futu në kanalin tim, në profilin tim YouTube. Ke 2 video nga Lushnja. Gjimi, Tragica, nuk e di se kur ke fjallën Tragica, ndoshta ke fjallën për rrugët, nuk e di se kujt i thon. Por unë do të filmoj ato që mendoj se duan filmuar. Këto janë artikujt më të shtrenjtë që shikoj këtu në pazar. Nuk janë prodhime shqiptare, kështu që janë shumë shtrenjtë. Pra, jam thujse në një orar që pazari është i boshatisur. Pra, ky është pazari i ri i Tiranës. Po, Gjimi, sigurisht që ka dhe rrugë që janë skëter, nuk diskutohet.
ngjarjesh në orar, po qëndrojnë dhe në vonë. Dhe në ora, djeti kemi ora të Faleminderit. Kush mulliri? Mulliri. Po Astrid Korani, ja po afrohem tani. Adriatik, faleminderit. Tregu tashmë është mbyllur, thuaj se është shumë persona që shesin këtu tashmë e kanë mbyllur ditën sepse edhe është pak freskët. Ndoshta edhe mungesa e qytetarëve në këtë orë bën që shitësit t'i mbyllin dyqanet ose vendet e tyre ku shesin. Përparim, po do shkojmë në fshatra, po të përfundojmë njëherë qytetet. Për shembull, një sugjerim nga ty do doja unë, cili fshat do doja ti të shikoje? Përvej minuta, do ta kemi parasysh. Imagjino të kërkojnë tashi 50.000 fansa që kam unë këtu, të kërkojnë 50.000 fshatra. Si duhet ta bëjmë? Prandaj unë duhet të filmoj qendra, zonat banuara, ka diçka për të treguar, po gjithsesi edhe fshatrat nuk do ngelen pa u shfaqur.
Astrid, nuk do rri njerëzit këtu blejnë ditë natë o burr. Tashi e thash. Ky është një orar që njerëzit i kanë përfunduar pazaret. As njerëz. Çfarë do bëjnë njerëzit do rrinë këtu? Do po ikin tregtarët. Tregtarët i kanë mbyllur thuajse, shumica këtyre e kanë mbyllur. Unë erdha për sepse kisha një punë time këtu edhe erdha për bërë këtë video. Gjithsesi, është mendimi yt, e respektoj. Jo më Astrid, nuk irritohem fare, unë po thjesht po të tregoj që këtu tash tregu është mbyllur, më kupton? Ja, shfaq. Ja të shfaq tregu. Tregu këtu është mbyllur. Përshëndetje Brukseli. Faleminderit Adriatik, përshëndes. Matrapiku, përshëndes. Atëherë këtoj në pazari i ri i Tiranës. Jo, shoku im nuk ndikohen fare Dario nga këto. Po tani çfarë bëjmë? Unë preferoj të shfaq gjëra pozitive këtu. Dikush kërkon që këtu të shfaqin gjëra negative. Tani nëse video përballë ku shfaq diçka negative, ajo do duket. Kështu që kush dëshiron mund ta bëj komente pozitiv, kush dëshiron ta bëj negativ, le ta bëj, por pa ofendim. Ai që bën ofendim merr blok direkt edhe largohet nga kjo faqe. Unë nuk dua ta them këtë, por stafi im është prapa kuintave dhe e bllokon direkt personin që bën koment pahishëm, sepse këtu ka edhe gra, ka edhe fëmijë, ka edhe mosha të ndryshme që e ndjekin punimet, kështu që kërkesa ime është të mos ketë komente negative, ose nëse dikujt nuk i pëlqen pamja mund të largohet, s'është as problem fare kjo pjesë. Unë dua të jem pozitiv duke shfaqur videot, pavarësisht se mund të kem mendimet akoma me negative, por pamjen dua ta kem pozitive, kështu që
Kjo ishte serimi I fundit I imi që unë bëj për personat që sjellin komente negative, nuk kam pse sjeroj askënd. Kush dëshiron mund ta japi mendimin e tij si doj, por komente ofenduese ndaj njëri tjetrit këtu nuk tolerohen. Po ja afrohem pak qendrës, megjithëse kam pak kohë të lirë. Pra tashme unë dola nga pazari I Tiranës. Faleminderit. Kjo pamje nuk më pëlqen as pak që flamurit vendoset në këtë forme gjithsesi. Do të shfaq këto bluzat këtu. Sapunime tradicionale. Çanta këtu. Mund të shfaq pak këto? Faleminderit. Ja ku janë disa objekte të cilat besoj se shërbejnë për dhurata. Faleminderit. Edhe të bukur. Më pëlqejnë simbolet kombëtare, ndaj ndalova tek ai dyqan I vogël. Plaza. Kemi sërish flamurin ton kombëtar. Flamuri më I bukur në botë.
Herë po vendos pak muzikë. Po ja afrohem pak qendrës. Jo gjithsesi nuk është orar karantine ky, që nga dita sotme Shqipëria e fillon karantinën në orën 22. Kështu që akoma është orar i lirë. Pra vendosa pak muzikë për arsye të zhurmës automjeteve. Si é? Bashkim Tanushi, po se kemi DJ këtu burr. Nuk është e pamundur kjo gjë po thua. Gjithsesi, të përshëndes. Tash do doja të fokusoja kullën e Sahatit, e cila është objekti më i bukur për mua në Tiranë. Por ngjitur me të, siç e shihni vetë, fare ngjitur, ndërtohet një pallat, i cili mendoj se do ta dëmtoj shumë imazhin e kullës Sahatit.
Jo, na për vini. Nuk e di se si është dhënë kjo leja, se si qyshtek, por mendoj se ky objekt do t'i humbasi vlerat shumë kolosale. Ndërkohë, vazhdojmë përpara. Tash me ndodhem tek Teatri i Operës dhe Baletit. Shikon që kafenet janë plot. Tavolinat kanë një distancë të caktuar.
Shoj sërish temën. Bashkim Tanushi, nuk jam gazetar, por thjesht bëj video për qef, megjithëse në këtë periudhë jam pak i lirë me punët e mia. Pra nuk hyj tek pjesa e gazetarëve. Sajmir Damanit, përshëndes. Përshëndetje Kosova, përshëndetje të gjithë vëllezërve dhe motrave tona nga Kosova. Faleminderit Sajmir. Bashkim faleminderit shumë. Animals, jo, pema është aty. Animal skills. Pema ndodhet akoma në qendër, besoj do të qëndroj aty edhe disa ditë. Ti nuk ishe shkruar një pikë pyetje në fund, mu duk sikur thjesht komentove, jo pyete, sepse pas pyetjes do të kishe vënë një pikë pyetje, gjithsesi nuk e kuptova. Përgjigjen ta dhash. Asgjë, lutem. Faleminderit. Tashmë do t'i afrohem parkut të Rinia, këtij parku të vogël aty. Dhe aty do të bëj edhe mbylljen e live stream. Faleminderit Erzen. Danilo Zeka, faleminderit. Përshëndetje gjithë shqiptarëve që ndodhen në Athinë.
por jo vetëm në Europë dhe kudo në botë. Faleminderit. Po, shikoj që ka probleme interneti. Shikoj që ka probleme interneti. Ka shkëputje, gjithsesi. Shpresoj që të jemi online. Besoj se interneti është rikthyer. Ky është Tajvani. Athina mund të ketë edhe zona të bukura, por unë kam qenë vetë aty dhe kam parë shumë pisllik.
Ky është Trivani tek Tajvani. Animal, sa po e thash, jam tek Tajvani në Tiranë, në qendër.
Diri, përshëndetje. Jemi afër parkut këtu, parku të Rinia, mos gaboj. Bashkim Tanushi, jam kurioz ku jeton, ku banon. Në Athinë. Animal, faleminderit. Përderisa Tirana duket shumë herë më mirë se Athina, kot me të pyet. Pse nuk jeton në Shqipëri? Okej. Kalosh bukur me pushimet, bëhet qefi. Asi, jo kaq pesimist. Shpresoj që edhe këtu do të bëhen gjërat për mirë. Dhe shqiptarët të kthehen, punojnë këtu. Por nëse janë mirë aty ku janë, të qëndrojnë aty. S'ka asgjë të keqe. Unë për shembull nëse do isha diku në Europë do punoja aty. Do isha mirë me punën, me familjen, do të jetoja aty. S'ka asgjë të keqe. Është edhe një tjetër të do dalë fare emri im. Po do dalë Në Tiranë jemi rrugicën nuk e di, por jemi fare pranë plazës. Kurse dyshime.
Imagjinoni tani sigur Shqipëria të ishte demokraci që në vitet 70. Si do ishte Shqipëria. Dhe të ishte udhëhequr nga njerëz të mëdhej, kombëtar. Njerëz që e duan kombin, imagjinoni vetë si do ishte vendi ynë. Plus ekonomisë dhe mentaliteti njerëzve do ishte gjë tjetër komplet. Sepse nga e politike keqe dhe njerëzit edukohen keq. Kështu që tu kemi qendrën Top Towni. Atëherë, tu kemi kalaja e Tiranës, familja Top Towni. Të gjë një mënyrë për ta bërë. Dashëmir Liazi, faleminderit për komentin pozitiv. Shpresoj ta vizitosh dhe mendoj se do kënaqesh. Atëherë miq, kemi arritur në fund të këtij live streami. Shpresoj që video të ketë qenë sa më dobishme për ju. Duke të pëlqyer kjo video. Diku aty kam filluar live streamin. Më pas vazhdova për tek pazari i ri. Dhe duke parë numrin e shumë të ndjekësve, e zgjata pak live streamin, duke bërë një xhiro deri diku në qendër, tek parku Rinia, dhe tashmë tek qendra Top Towni. Këtu fillova live streaming, këtu dhe do doja ta mbyllja.
Mirë për miq, atëherë ju përshëndes gjithëve nga Tirana. Ju uroj një mbrëmje sa më të bukur. Kalofshi bukur dhe viti qoftë i mbar 2021. Ju përshëndes gjithëve nga Tirana. Faleminderit që më ndoqët. Kush dëshiron dhe nuk ka bërë subscribe në kanal, mund të bëjë subscribe, por dhe mund të klikoni në shenjën e zilës për të marrë notification sa po ngarkoj një video në kanal. Ju faleminderit gjithëve. Ju uroj një natë bukur të gjithëve. Faleminderit. Natën me Valentino Gjika. Faleminderit dashamir natën. Do të qëndrojmë sërish një ditë tjetër bashk. Besoj se viti i radhë do të jetë në Shkodër. Ju uroj një natë bukur.